54% e të rinjve janë përballur me forma të ndryshme të korrupsionit, 30% e tyre me blerje diplomash dhe 24.3% me blerje notash. Por, vetëm 8% e të rinjve besojnë se institucionet luftojnë kundër korrupsionit. Këto rezultate kanë dalë nga hulumtimi i projektit të rinjt në RMV, hallka kryesore në ndërtimin e shoqërisë pa korrupsion, që e kanë realizuar analitika Think Tank, organizata e grave nga Strumica dhe iniciativa për integrim qytetar në Gostivar. Hulumtimi i rreth 500 të rinjve nga rajonet e Shkupit, Pollogut dhe Juglindor, konkretisht komunat Shkup, Gostivar dhe Strumic, tregoi se rreth 50% e të rinjve janë përballur me problemin e korrupsionit, posaçërisht në fushën e korrupsionit, blerje notash, blerje diplomash. Por inkurajuese është fakti se gjysma e të rinjve kanë deklaruar se nëse ekzistojnë mekanizma të duhur dhe të sigurt, do ta denonconin korrupsionin. Ata njoftuan se kanë krijuar aplikacion celular të quajtur Zëri kundër korrupsionit, në të cilin të rinjt mund ta denoncojnë korrupsionin dhe të mbeten anonim. Ky projekt na mundëson të krijojmë dhe të lëshojmë në përdorim aplikacionin celular, i cili mundëson denoncim anonim të korrupsionit, por përmban edhe materiale edukative të cilat mund t'i përdorin të rinjt në sistemin e tyre, formal ose jo formal. Gjithashtu shprehen se ky projekt ka vërtetuar se të rinjt nuk janë pjesë e problemit, por janë pjesë e zgjidhjes së tyre.